Mbani pak krip në xhepin tuaj dhe ky truk do ju shpëtojë jetën. Shumë njerëz mbajnë me vete një biskot, një karamele ose një pako të vogël me sheqer. I përdorin ato si mjete emergjente kryesisht kur ndjejnë se kanë rënje të niveleve të sheqerit. Por nëse nuk keni menduar më parë të mbani një pako me krip të vogël ose pak krip të mbështjellë në një letër, kjo mund t'ju shpëtojë jetën. Presioni i ulët i gjakut është një problem shëndetësor që shkakton simptoma të tilla si marrje mendsh, dobësi, lodhje të vjella, gulqim, vizion i paqartë, gjithashtu edhe lëkurë fortë. Kur presioni i gjakut është shumë i ulët, kjo gjendje mund të çojë në rritje të pamjaftueshme të gjakut në organe të tilla si truri, veshkat ose zemra. Uji i kripur mund t'ju ndihmojë në trajtimin e presionit të ulët të gjakut për shkak të natriumit që rrit presionin e gjakut. Kështu që mund të shpëtojë edhe veten tuaj në raste ekstreme. Prandaj, ekspertët këshillojnë të mbani pak krip me vete në xhepin tuaj.